Autoriteti rrugor shqiptar ka bërë gati 2 tender për ndërtimin e rrugës lidhëse Tiranë-Elbasan me korridorin 8. Projekti synon ndërtimin e një segmenti që nis pa mbërritur dhe rreth rrotullimi brenda sheshit dhe përfundon në afërsi të ish metalurgjikut, duke bërë lidhje në autostradës me korridorin 8. Ky segment i ri synon lehtësimin e trafikut që krijohet në hyrjedaljet e autostradës Tiranë-Elbasan, një segment të problematik. Ndërkaq, sipas dhënave të publikuara pranë Agjencisë së Prokurimit Publik, ndërtimi do ndahet në 2 kontrata. Kontrata për lotin 1 do ketë një fond limit prej 3.34 miliard lek, ndërsa për lotin 2 2.5 miliard lek, me një total prej 5.84 miliard lek. Më herët autoritetet kanë deklaruar se synimi është që ky segment të jetë gati për qarkullimin e automjeteve verën e këtij viti. Ky është një segment i ndryshëm nga bypassi i Elbasanit, që është një aks i rëndësishëm në drejtim të lëvizjes së qytetarëve dhe mallrave, pasi lidh 2 arterjet e korridorit 8 që aktualisht janë në ndërtim. Autoritetet e ndajnë në 3 faza realizimin e këtij projekti: fazën nga Elbasani deri në daljen e re kufitare në urën e Bushtricës, bypassi i Elbasanit që është faza e 2 dhe faza e 3 nga Elbasani në drejtim të Rrogozhinës. Kosto për ndërtimin e bypassit të Elbasanit përllogaritet në 22.3 miliard lek.